Si janë kushtet e punës sot në Shqipëri? Sipas statistikave zyrtare, Shqipëria është vendi me numrin më të madh të vdekurve në punë në raport me popullsinë në Evropë. Nga ana tjetër, 45% e atyre që punojnë në Shqipëri punojnë në të zezë. Po ashtu, krahasuar me vendet e Evropës, Shqipëria është nga vendet ku punëtorët punojnë më shumë orë pune në javë, paguhen më keq dhe nuk kanë liri sindikale. Shqipëria është vendi ku ti mund të hiqesh më kollaj nga puna se kudo tjetër nëpër Evropë. Nga ana tjetër, profesionistë e lirë, të vetë punësuarit, ose të punësuarit pa pak në bizneset familjare, ose taksohen më shumë për sa i përket të ardhurave të tyre krahasuar me vendet e tjera, ose nuk ka asnjë mbrojtje sociale në mënyrë që ata të përfitojnë nesër pension. Nga ana tjetër, ish punëtorët, pensionistët shqiptar, 730.000 janë sot më të varfrit në Evropë. Pensioni minimal në Shqipëri nuk e arrin 100.000 lekë, ndërkohë që mbi 500.000 pensionistë nuk arrin të marrë një pension që kap minimumin jetik. Arsye pse këto gjëra ndodhin në Shqipëri është se në vendin tonë ne kemi qeverinë më të korruptuar, më të paaftë dhe më moskokçarëse në Evropë kur vjen puna tek drejtat në punë dhe tek drejtat shoqërore të qytetarëve. Ne për fatin tonë të keq kemi ende një kryeministër i cili mburret se në Shqipëri nuk ka sindikata, i konsideron punëtorët shqiptar dembel dhe bën thirrje që sa më shumë punëtorë të huaj të vinë e të zëvendësojnë punëtorët shqiptarë. Ndaj në datën 1 maj në orën 18, lëvizja bashkë thërret të gjithë njerëzit e punës, punëtorët, pensionistët, vetë punësuarit, profesionistët e lirë, gjithë ata që kanë bizneset vogla të na bashkohen këtu, në sheshin historik të punëtorëve, tek Partizani pa njohur, kur më nuk gjenden punëtorë sepse turistifikimi i qytetit i ka përzënë punëtorët nga qendra e qytetit dhe i ka i zhdukur nëpër periferi. Prandaj dhe njëherë, në emër të lëvizjes bashku, bëj thirrje, na bashkoheni në datën 1 maj në orën 18 këtu, te Partizani pa njohur.